Kapitulli, i ndresh të tjerët, por vetës si jep dot asnjë copë qetësi. Kur bëhesh ilaç për të tjerët, por plagë për veten. Ka njerëz që janë gjithmonë aty për të tjerët. I dëgjojnë të gjithë. I këshillojnë. I ngushëllojnë. Janë streha ku të tjerët çlodhen, janë dritë në errësirën e të tjerëve. Janë shpëtim për shumë zemra që nuk din nga të shkojnë. Por në të gjithë këtë dhënie ata harrojnë veten. Ti je ai njeri. Ai që i ka ndihmuar të gjithë të ringrihen, por nuk di si ta ngresh vetveten. Ai që i ka shëruar plagët e të tjerëve, ndërsa plagët e tua thellohen në heshtje. Ai që i ke bërë të tjerët të ndihen të vlefshëm, ndërsa veten e ke përballur me pasiguri që si ke rrëfyer askujt. Sepse njerëzit që shpëtojnë të tjerët, shpesh janë ata që vuajnë më shumë. Ata që kanë ndjeshmëri të thellë, por s'dinë si t'i kërkojnë ndihmë vetes. Janë ata që, në heshtje, luftojnë betejë që askush nuk i sheh. Ti fshihesh pas buzëqeshjeve të dhuruara. Pas fjalëve të urta që u jep të tjerëve. Dhe askush nuk të pyet, po ti si je? Sepse janë mësuar të kenë të fortë. Të qëndrueshëm. Të pathyeshëm. Por e vërteta është se edhe shtyllat lodhen. Edhe dritat lodhen së ndriçuari. Nuk është dobësi të rrëzohesh. Nuk është egoizëm të kujdesesh për veten. Nuk është turp të pranosh se nuk je mirë. Ti meriton të ndihmohesh po aq sa ndihmon. Meriton të dëgjohesh po aq sa dëgjon. Dhe nëse ke ndrequr zemra të thyra, e meriton që dikush të mësojë si të mbash copat e tua në vend. Mos e shih veten si një shpëtimtar që nuk ka të drejtë të vuajë. Ti je njeri. Dhe nuk ka shpëtim më të madh se kur mëson si ta dojë dhe ta shërojë njeriu vetveten. Fundi i kapitullit. Ti s'mund t'i mbash të gjithë në këmbë, ndërsa vetë bie. Dashuria për veten nuk është tradhti ndaj të tjerëve, është hapi i parë drejt një paqeje që e ke mohuar prej kohësh. Dhe ndoshta, tani është radha jote.